Allahu shpërblet, hoq pyetja radhës. Selam aleikum hoq, deshta me të pyet. Nëse një person pi ujë nga një gotë ose shishe dhe gjatë pirës pak ujë kthehet prej gojës brenda, a lejohet që një person tjetër familjar ose edhe jo familjar me pi prej atij uji? A konsiderohet kjo ndaluar mekruh apo vetëm çështje higjiene? Allahu ju shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo është çështje për një shumë e rëndësishme dhe falëndrimi i takon Allahu subhanahu wa taala tash mundësitë janë më të mëdha se sa që kanë përpara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste ka ndaluar sahabëve me pije dy vetë me një enë, ka ndaluar. Se më thonë se është haram. Pastaj komentatorët e hadithit kanë përmend se janë disa përbërës për të cilëve pejgamberi sa ka ndaluar me pi, kurse disa përbërës tjerë nuk kanë ndaluar me pi. Dhe ato që kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pi dy njerëz me tyre ka qenë ato që ngon për ujë po të marruar për lëkurës se deve ose të kafshëve se atër s'ka pas mundësi me prodhuar sikur që ka tash dhe kanë përmendur dietar se problemet që i ka njeriu në gojën e vet në mesin të lëkura dhe tjetri që pinë aty ka mundësi me e bërë smundjen dhe për këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar. Kurse nëse është materiali i cili nuk e nol infeksionin e njerëzve, kanë thonë që lejohet, por me që është e vështirë tash me ditë na se na këtë ekspertat të enëve nuk jena, me që është vështirë me ditë cila i nol mikrobet e cila se nol, cila e transmeton smundje, cila se transmeton, atëre ma mirat mirës është kërkush mos me pije për gotës kërkujna. Me thonë se cili me pije veç për gotën e vetë. Ta në ka spjeguar nëse njoni ka pik nena, kjo me pik nena banë, nëse e ka pik të kjo tjetë me pik banë, këtë pastaj janë spjegime dhe mundësi normal, por me që tash e kena mundësi ma mirë se sot që kanë qenë për para, është mirë kërkush mos me pije për të njëtës gotë ose për të njëtës vend që kanë pije njerëzit të tjerë, për shkak se mundësia për në bashkë është e madhe, vallahu alem.